provojnë disa elemente për banjo, për sanitarin, kryesisht për tregun e jashtë, për Zvicër, po mjafton për këto, po kryesisht jemi fokusuar për Zvicër, pasi që edhe na si familjar atje kemi edhe biznese tona që operojnë që 7 vite, edhe kanë po të arsyeshme me ardhë këtu me investu djemë edhe me të i falenderu edhe kushtet që na janë ofru edhe prej qeverijes edhe prej lehtësimet që e kanë po të arsyeshme djemë që javlen me ardhë edhe janë të motivuar për me punu. Unë përgjigjoj për këtë arritur shumë të rëndësishme, edhe çdo biznes që vjen prej mërgatës, prej bashkëvetarëve tonë që janë ndërmarrës, është më shumë se mirë se ardhur, do ta keni mbështetjen edhe të qeverisë Republikës, edhe të komunës së Kamenicës. Faleminderit shumë për këtë investim që natyrisht e ngri gjithnjë më lart vendin tonë në aspektin ekonomik, por e shton edhe punësimin brenda vendit. Kush prodhon do ta ketë shtetin garanci. Sepse hipotekat e mëdha që është dashur milion provincit vendor në përbanku, ku kanë marrë kredi, kanë qenë pengesa më e madhe. E tash këtë e merr shteti si barë, sepse ju një kontribut dhënës të madh, edhe të buxhetit, edhe të eksportit, edhe të punësimit. Kështu që shfrytëzoni këto mundësi. Ministre, faleminderit shumë, respekt e suksese, edhe fillojmë prej 28-it e të festojmë, na ke thonë Zvicër se jam kona të vim Zvicër, deri me 3-in.